votuesit e grup moshës 18 deri në 22 vjeç. Pak a shumë kjo është panorama e zhvillimit deri tanishëm të këtij procesi zgjedhor. Po, pyetje. Zoti Celibashi, a keni ju mbase një thirrje për ato përfaqësues partive politike apo qoftë edhe kandidatë të cilët deklaratat e tyre mund shihen edhe si thyerje e heshtjes zgjedhore? Fjala bie për kandidatët e pavarur, për zotin Shkarpa në Berat dhe Sotën në Vlorë, që kanë deklaruar se kemi programin më të mirë elektoral, apo edhe për deklaratën e kreut të grupit parlamentar socialist Tauland Balla, i cili teksa i ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin edhe të votojnë, i ka bërë thirrje që të votojnë kandidatët e Partisë Socialiste, duke thënë se mbajtën zotimin për rritjen e pensioneve dhe pagave. Është kaq e qartë kjo gjë në kodin zgjedhor sa nuk ka nevojë që besoj unë, sidomos për kategorinë e politikanëve apo të funksionarëve të ndryshëm publik, që në ditën e votimit apo dhe në periudhën e heshtjes zgjedhore e kanë të ndaluar që të bëjnë thirrje elektorale. Mund të bëjnë thirrje për të nxitur pjesëmarrjen në votime, por jo për mbështetje të kandidatit të caktuar. Nuk do duhet ta bëjnë. Tani se çfarë do duhet të bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta shikojmë në çdo rast. Por shpresoj që kjo thirrje dhe kjo risjellje në vëmendje nga ana jon dhe nga ana juaj e kësaj problematike të dëgjohet nga të gjithë. Zoti Celibashi, duke qenë se pak orë më parë u ngrit shqetësimi për sa i përket personave të paautorizuar në disa qendra votimi, a patët mundësi të bënit një verifikim para prak dhe cili është rezultati? Faleminderit. Kemi komunikuar edhe me policinë e shtetit që kur është rasti të verifikojnë se dikush në pretendimin që është jo komisioner, jo vëzhgues, të verifikojnë dokumentacionin që disponon secili prej atyre individëve i cili pretendon se është i angazhuar në mënyrë ose në tjetër me procesin zgjedhor. Dhe me përjashtim të një apo dy rasteve nuk na rezulton që të ketë patur problematika të tjera në lidhje me këtë çështje. Dhe nga informacionet që ka marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si nga KZZ, ashtu nga koordinatorët, apo dhe nga komisionet e qendrës votimit, nuk kemi të paktën për momentin raportime të tilla, pra për pranit të personave të paautorizuar pranë ambienteve të qendrave të votimit. Ishte një diskutim në MAT në lidhje me disa lokale që janë hapur rreth e përqark në një qendër votimi aty, po ato nuk janë lokale normale, bare, të cilat s'kan lidhje me ndonjë parti politike, në kuptim të nuk janë zyra të partive politike dhe kemi sqaruar këtë situatë edhe me përfaqësues politik të cilët e kanë ngritur këtë pretendim. Dhe nuk kemi marrë në shqetësim edhe nga partitë politike në lidhje me këtë çështje apo dhe me problematika të tjera. Mirë, faleminderit.